Mimbroma dhe mirë se vini në Real Story në këtë prak të fillimit të samitit të radhës të diasporës. Për të folur për këtë çështje me mua sot në studio janë Megi Fino, zëvendës ministër e punëve të jashtme, e cila merret me integrimin evropian. Mimbroma Megi. Faleminderit që je me mua sonte këtu. Ndërkohë, si gjithashtu me mua sot është zonja Diana Kastrati, drejtoresha e Institutit të Publikimeve Arbëreshëm. Mimbroma Diana. Faleminderit që me mua sot. Kënaqësi të kem si gjithmonë në program, jo për herë të parë, mikën time Anila Hyka Smorgraf, me mbiemrin e saj ekzotik norvegjez, mbroma Anila, faleminderit që me mua sonte, dhe kam kënaqësinë të kem për herë të parë në program nga një përfaqësues nga diaspora jon e Italisë, Besmir Riollin, antar i Këshillit Diasporës aty. Mbroma Besmir. Besmir, nuk e di a e ndoqë editorialin tim, pasi, Anilën e kam mikesht vjetë të programit, përfaqësues të shtetit do të pyesim pak më vonë. Por realisht si e shikon ti këtë summit diasporës, cilin besoj nuk e ke për herë të parë, apo jo? Jo, për mua është summiti i dytë, dhe unë shikoj që jemi në drejtimin e duhur, normalisht shumë ka për të bërë, por një ndër testet më të vështira dhe sfidat ishte ajo i votës, ne e kalume, tani unë besoj që na ngelet të ruajmë identitetin ton, të sigurojmë fëmijëve tanë në diasporë që të flasin gjuhën shqipe, dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Zonja Kastrati mund të thotë diçka më shumë për këtë, po. Zonja Kastrati? Gjuhën e arbëreshme, po okay. Absolutisht po, është në fakt është një nga prioritetet e strategjive për diasporën, që janë duke u ndërtu dhe mas pak do t'i kemi, dhe që i përkasin periudhës 2026-2030, ku për herë të parë vihet theksi me të fortë, pavarësisht se kanë ekzistuar institucionet përkatëse, si për gjuhën shqipe le të themi të sotme, po aq edhe për arbërishten, si matrica apo amza e një gjuhë që atje kemi të ruajtur. Kujdesë se ata e quajnë arbërisht, se kam qenë vetë në albanesë. Arbërishtja. Janë shumë xheloz për këtë. Dhe me të drejtë. Besoj që kanë drejtë. Dhe ka dhe një logjik mrapa, sepse për faktin që ato kur ikën nuk ishin shqiptarët, ishin arbëreshët nga arbëria. Edhe natyrisht që ka dhe karakteristikat e veta, kështu që një nga prioritetet është ajo e diasporës historike në këtë rast. Ndoshta, po sigurisht institucioni që u kriju 6 vjet më parë, që është Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët, është edhe ai pari institucion që shënjon në historinë e shtetit shqiptar një institucion ekskluziv për diasporën historike. Mendoj se ka qenë një nga arritjet më të mira, e flas me gojën hapur. Kam patur fatin që ta marr që nga fillimi dhe përgjithësinë. Dhe mund të them një impenjim që shkon përtej ndoshta edhe të imagjinatës, sepse është një botë shumë komplekse. Por nëse nuk shkojmë tek ajo, pak vështirë se mund të shohim, siç thoshte Derada, kush nuk ka të shkuarën nuk mund të ketë as të ardhshme. Po sigurisht, do të shohësh rrënjën një herë, pastaj të kalosh tek tjetra. Pikërisht. Nuk është vetëm gjuha, është ajo që është i pari identitar, natyrisht i pari, i cili nuk du ta filloj me pesimizma, por realisht dhe objektivisht ka një bjerrje, që është edhe e kuptueshme. Pra mas 5 shekush e gjys, gati 6, që është ruajtur në mënyrën më të shkëlqyer që mund të mendohet, gati e pa imagjinueshme, siç thoshte edhe pa. Duhet thënë edhe fal kontributit shtetit italian dhe këtë duhet ta pranoj. Sigurisht, do të kaloj aty. I përket pak më vonë. Po doni kalojmë te Greqia pastaj. Sigurisht, po. Por unë nuk do të kaloj të konfronti me një shtet tjetër. Ajo është një gjuhë vete, me karakteristikat e veta. Ato kanë patur integrimin e vetë, natyrisht për shumë shekuj. Janë njohur edhe si minoritet kulturor. Desha të them këtë, që ajo ka ardhur shumë vonë. Këtu desha të dalë. Pra, pavarësisht se janë 6 shekuj, gati, shteti italian arriti të njohë si pakicë gjuhësore, minorancë lingvistike, vetëm në 99-ën. Dhe kemi një ligj të shumë përmendur, që është ligji 482 i 99-ës, ku për herë të parë shteti italian njeh 12 pakica gjuhësore që janë me ngulime në Itali, në vendet ndryshme, ndër të cilët edhe arbëresht e Italisë, duke u sankcionuar atyre drejtën
për ushtrimin e gjuhës, për ushtrimin, për vendosjen e emrave, të shumë elementve të tjerë, pra për t'ju njohur identitetin në gjithë gamën. Po letemi nuk është se i ndalonte, nuk është se kishte... Jo, ndalonte jo, por problemi nuk është kaq roz, si thonë, sepse është shumë... Jo, po nuk është asesi, këtë doja toja. Jo, asesi jo, por në qoftë se ligji, dhe po kalojmë një herë me qenë se ky ligj ju anjet të 11 të tjerave dhe 11 të tjerat që janë gjuha ladine, gjuha Provençës, është gjuha Alto Adigjes, të cilat kemi sjell një përfaqësuese, madje si model suksesi në panelin e samitit diasporës, kam patur rastin ta njoh 2 vjet më parë dhe ishte një gruaj jashtëzakonshme dhe me një zhvillim shumë të fortë për mbrojtjen e gjuhës, sepse ato kanë edhe statusin e rajonit autonom në Itali, përpos që kanë edhe një mbështetje shumë fortë nga shteti jam. Dhe këtu le të vim, të marrim modelet e suksesit përpos të tjerave.